Shqipëria është përfshirë këtë të martë nga moti i keq, kur reshjet e dendura të shiut janë raportuar fillimisht në zonat veriore të vendit, teksa janë zgjeruar drejt qendrës dhe jugut. Në qarkun e Shkodrës, reshjet intensive të së hënës dëmtuan segmentin rrugor, Breglumi Theth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbeten të bllokuar. Personat në fjalë u evakuuan nga ekipet e emergjencës, ndërsa rruga mbetet ende e bllokuar. Në bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin, është rrëzuar një pemë e cila ka dëmtuar linjat elektrike dhe ndërprer energjinë. Në rrugën Lezhë-Ballldren ka prezencë inertësh dhe forcat operacionale, po punojnë për pastrimin e saj. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët të ardhshme, priten rreshje të erpashershme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër, rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, rreshje të shumta parashikohen në Lezhë, Durrës dhe Tiranë, të shoqëruara me shkërkesa elektrike. Parashikohet mjegull dhe shikueshmërie reduktuar në zonat e ulta.